Nuk kemi luftë të ftohtë me Perëndimin, sepse tashmë kemi një konflikt të zjarrt, ka deklaruar kështu zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e pyetur nëse ekziston një luftë e re e ftohtë në lidhje me murin e dronëve të ngjashëm me atë të perdës së hekurt që po ndërtohet në Evropë. Zakharova tha se nuk ishte dakord me krahasimin. Zyrtarja ruse tha se Bashkimi Evropian dhe Aleanca Ushtarake po gënjinin për operacionet në hapësirën ajrore të NATO-s për të justifikuar shpenzimet e mëdha ushtarake. Të gjitha deklaratat e tyre tregojnë së pari se po përgatisin një zinxhir provokimesh, së dyti se duhet të justifikojnë buxhetet e tyre ushtarake. Të Zakharova, lufta në Ukrainë më vdekjeprurse në Evropë që nga lufta e dytë botërore ka shkaktuar konfrontimin më të madh midis Rusisë dhe Perëndimit që nga kriza kubane e raketave të vitit 1962. Paqja duket edhe më larg me forcat ruse që përparojnë në Ukrainë. Dronët rusë që dyshohet se fluturojnë në hapësirën ajrore të NATO-s dhe tashmë Washingtoni flet për pjesëmarrje të drejtë për drejtë në sulmin e thellë ndaj fuqisë më të madhe bërthamore në botë.